Ajteni është vajza e prekur me sindromin Down, që para disa ditëve i mbushi 11 vjet. Ajo bashkë me motrën Imrien dhe vëllain Hamza nga Serava e Shkupit për çdo ditë shkojnë në shkollë. Ajo është nxënës e klasës së 4 në shkollën për fëmijë me nevoja të veçanta, Ardhmëria, por problem për të është transporti deri në shkollë. E presim këtu autobusin, duhet me pas autobus privat për këto fëmijë, se ka fëmijë që janë nëpër fshatra edhe kur hipin ku ka shumë njerëz bëhen agresiv. Ajtinin e shoqëruam në autobus, aty ku kishte edhe udhëtar të tjerë. Ajo me shumë entuziazëm diçte gjithçka që e rrethonte, e gjithashtu të rëkohën vrojtonte nga dritari i autobusit, se ku do të mbërri deri në shkollë. Linda Zilfiqari Daci është mësuesja e Ajtenës. Ajo 12 vite punon si mësuese në këtë shkollë dhe se tani jep mësim në klasën e 2 dhe të 4. Kemi program nga Byroja e Zhvillimit të Arsimit, po që viteve të fundit nuk korrespondon shumë me kërkesat dhe nevojat e fëmijëve që janë këtu. Punohet individualisht, sipas aftësive të nxënësit. Është shumë grup heterogjen, me diagnoza të ndryshme e kështu me radhë. Domethënë, Ajteni është me sindromën Down, kemi me autizëm. Sipas saj, është vështirë t'i koordinosh paralelet, pasi që punojnë me nxënës të cilët kanë diagnoza të ndryshme. Drejtoresha e kësaj shkolle, Aneta Petrovska, thotë se ka deficit të defektologëve dhe logopedëve dhe se ka kërkuar në Ministrinë e Arsimit. Logopedi me shkaktësitë e tij së bashku me kolegët tjerë shqiptar mundohen që të mësojnë ndonjë fjalë. Edhe nëse është maqedonas, atëherë ai ka njohuri edhe gjuhën shqipe. Në entim përpunësim për momentin në rajonin e Shkupit në mënyrë aktive kërkojnë 5 defektolog, ndërsa Shtipi, Velesi, Strumica dhe Gazibaba janë komunat ku ka nevojë për defektolog. Në kuadër të Shkupit, si të Papun, janë paraqitur edhe 5 logoped, 2 prej të cilëve nga Çajiri, ku bën pjesë edhe shkolla fillore Ardhmëria. Nga Ministria e Arsimit ende nuk ka përgjigje se kur do të shpallin konkurs për punësim. Dyshe fëmijët e kësaj shkolle përgatisin kartolina për festat e fundvitit, me shpresë se viti 2017 do të fillohet të ndërtohet shkolla e re për ta.